Kanë kaluar 2 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve dhe ende nuk është formuar qeveria e re e Kosovës. Vetëvendosja fituese e zgjedhjeve po mundohet që të arrijë ta formojë qeverinë, por akoma nuk ka diçka konkrete. EUSFM i dërgoi letër kryetarit të LDK-s Lumir Abligjiku, mirë po kry fundit nuk pranoi. Drejtori ekzekutiv i organizatës Liga Qytetare Shqiptaro-Amerikane, Agim Aliçkaj, ka thënë se çdo përpjekje për koalicion me listën serbe, e cila vazhdon të konsiderohet si instrument i ndikimit të Serbisë në Kosovë, përbën akt të rënd tradhtie. Çdo kush që bashkëpunon me armikun numër 1 të shtetit do të gjykohet dhe dënohet nga populli, thuhet në reagim. Në vijim postimi i tij plot. Le ta marrë vesh mirë opozita, mashtrimet, hajnia dhe shitja e tokave shqiptare më nuk kalon. Ai që bën koalicion me armikun numër 1 të shtetit të Kosovës, listën serbe, do të dënohet për tradhti nga populli i Kosovës, ka shkruar Aliçkaj ndër të tjera në një postim të tij në rrjetet sociale.